Hello, përshëndetje dhe mirë se erdhët në vlogun e radhës. Sot do t'ju tregoj hap pas hapi gjithë procesin e zbukurimeve të shtëpisë për festat e fundvitit. Një proces që më ka marrë gjithë ditën, por që ja ka vlerëtur çdo minutë. Fillimisht kam nisur me panoramat e sallonit, ato ishin bardhëzi siç e shikoni dhe ndaj vendosa t'i pastroj si fillim, t'i fshi të gjitha dhe t'i përgatis për një pamje krejtësisht të re. Pastrim mori pak kohë, por sapo u sistemuam, fillova të vendos zbukurimet që kisha bler ditët e fundit, të gjitha me temën e krishtlindjeve dhe vitit të ri. Këto figurat që do shihni siç e shihni në video, janë logo festive dhe japin sallonit një atmosferë të ngrohtë dhe më pëlqyen dhe I kombinova të treja. Së bashku I kam marrë nga Shein dhe ishte një kualitet shumë I mirë dhe më pëlqyen shumë se si kombinoheshin me njëra tjetrën. I kisha marrë pak për masa më të vogla, por e rregullova me këtë pjesën e bardhë dhe I ngjita të gjitha së bashku. Më pas vazhdova me rregullimin e tavolinës kryesore. Aty kam bler një dekor qendror të cilin e vendosa në mes tavolinës për t'i dhënë asaj pak më shumë jetë, le ta themi. Ishte një shirit me dekor që lexon Merry Christmas, mos gaboj. Dhe më pëlqeu shumë, po këtë e kam marrë në Shein, ishte pak e gjatë me thënë të drejtën, por do ta pres dhe do ta rregulloj. Okej, nuk lexo ka Merry Christmas, por që nga vetëm e fjango, sepse videoja është bërë kohë më përpara dhe tani po e editoj për ta hedhur në kanal. Sigurisht që edhe muri kishte nevojë për rifreskim, hoqa zbukurimet e vjetra dhe vendosa këto të reja që I kisha nga viti I kaluar dhe më pëlqeu kombinimi. Ishte ky babagjyshi me dritë, pastaj ishte një pjesë babagjyshi tjetër, si mund ta themi, dru në formë druri dhe ky dreri që më ka pëlqyer shumë. Këtë e kam bler vjet dhe është një ngjyrë e bardhë me ngjyrën silver, me ngjyrën gri dhe më pëlqen aq shumë dhe doja ta vendosja diku larg sepse kur na vinë njerëz nuk doja që se kemi fëmijë shumë edhe nuk doja që ta merrnin ta thyenin sepse është shumë delikat, mezi shndron dhe I gjeta këtë vendin që është aty lart dhe duket kështu. You gave it away this year to save me from tears. I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart. Pastaj kalova tek pjesa e televizorit, edhe aty hoqa si fillim dekoret e vjeshtës dhe që të vendosim zbukurimet të kombinuara me drita. Këtu kam bler diçka, kam rreth 2 vite, është kjo pjesa si materiali pemës, nuk e di si quhet dhe e vendos aty përpara poshtë televizorit, siç e shihni edhe në video. Është e përbërë nga drita, është pak e hollë, por nuk ka problem sa për të dhënë atë dekorin që të ngjajë bukur.
Qerin që shifni do t'i lë sepse më pëlqejnë, janë ngjyrë zezë dhe përshtaten, por këtë pjesën nuk do ta lëmbosh, normalisht do ta mbushi me fjongo, me disa gjethe, që të ngjaj pak më e sistemuar, pak më e mbushur, sepse kështu nuk ngjan dhe aq bukur. Po ju lë ta shijoni. Hapi tjetër dhe më i rëndësishëm ishin dritat. Këto dritat me yje, në formë yjesh, i ka marrë para 2 viteve, mos gaboj, në aksion dhe i ngjita me kujdes në dritare sepse do t'i gjesh dhe vendin që të qëndrojnë, sepse nuk kam ku t'i ngjis dhe normalisht duhet të gjeja vendin ti lidhja, sepse u murgoja, ti lidhja të pjesa të anët e dritares që të qëndronin bukur. Këto më pëlqejnë shumë sepse në darkë t'i japin atë vibe-in sikur shikojnë qiellin, sepse do ta shihni edhe në video, ngjajnë shumë bukur, ngjajnë si yje të vërtet. Dhe aty më mori një 10-15 minuta kohë sa i Dhe më në fund erdhi momenti që e prisja më shumë. Pemën kam atë nga vjet normalisht, nuk është se kam vendosur të blej tjetër, sepse dhe ambienti që kemi nuk është shumë i madh dhe thash, okay, po e mbaj edhe disa vite derisa të marrim një shtëpi apo të ndërrojmë shtëpi, sepse kjo më përshtatet, është e vogël dhe fillova ta montoja dhe pastaj kisha harruar që dritarja tjetër nuk e kisha vendosur drita dhe shkova bleva këto drita tek aksion, sepse dritat e para nuk e di më ishin djegur, s'punonin më. Këto janë drita që varen si të gjata, si mund ta thuash, do ta shihni në video. Dhe po mundohesha dhe këtu që t'i vendosja në mënyrë sa më të bukur. Dhe më në fund ja dola, sepse duan shumë punë, nuk ngjiten. Kishim marrë disa nga këto pjesët që i vendos, nuk e di si mund të quhen këto pjesët plastike që i bën me ujë dhe i ngjit, por ato qëndronin pak edhe pastaj binin sërish. Kështu duken dhe të ndezura, i lash ndezur që të krijoja atë kontentin, ta shikoja se si do të qëndronin. Dhe po i hapja një nga një sepse ishin të gjitha të lidhura dhe të ngjitura normalisht, sepse sapo i bleva dhe ishin nga paketimi. Kështu të mbyllura dhe po mundohem t'i hap të gjitha një nga një.
vogla t'i bleva këtë vit një palë drita të tjera, më të mbushura, sepse ato që janë, siç e shihni, nuk bëjnë dritë fare. Këtë vit kam menduar diçka ndryshe, kam menduar që pemën ta zbukuroj me një fjongo të madhe që e kam marrë nga Shein dhe me fjongo të vogla që do t'i bëj vetë, sepse nuk më pëlqen më me topa. E kam bërë vite me radhë, një vjet mos gaboj kam bërë roz, par vjet e kam bërë të kushe komplet. Edhe si vjet thash okay, se po e shikoj në çdo video, në Pinterest, më pëlqen shumë kjo fjongua, erdhi ashtu siç e doja, e madhe, e gjigante dhe e bër vetë, ndërsa këto të voglat, siç thash, bleva këtë shiritin e bardhë dhe thash po i bëj vetë. Mbasi i mbarova të gjitha, vendosa pastaj t'i çoj tek pema. Kështu duket edhe pema me fjongot. Ishte pak e vështirë kjo pjesa që t'i vendosje në pemë, sepse dojë që t'i lidhje përsëri, sepse nuk qëndronin, nga që ishte një material aklas edhe binin për tokë. Por i vendosëm një nga një të gjitha. Aty ishte edhe xhiku, por nuk e di, nuk e kam filmuar. Por do e shihni më vonë tek pjesa e fundit, sepse aty mos gaboj e kam filmuar pak, sepse nga që mendoja sepse e kisha ndezur video, ndërkohë videoja ishte e fikur, por s'ka problem, do ta shihni pak më vonë. Mbasi mbarova me zbukurimin e pemës, vendosa që të rregulloja pasqyrën, siç e shihni. Normalisht e kisha filmuar pjesën që po e rregulloja, por nuk e di, më është vështirë, nuk e gjeta. Dhe gjeta këtë pjesën këtu që po e rregulloja sërish, bleva këtë pjesën si pemë, nuk e di si mund ta thuash, këtë gjë, këtë shiritin. Nga Shein po ashtu, këtë fjongon e kisha nga vjet dhe më ka marrë pak kohë sepse nuk qëndronin, i kam lidhur me fije të ndryshme që të dukej kështu si duket. Dhe më në fund shtëpia u rregullua, salloni po themi, kështu duket videoja, nuk e di nëse ju pëlqen, po e xhiroj edhe një herë shtëpinë komplet që ta shihni. Tek dritaret, aty kam menduar që të vendos disa fjongo të kuqe, por te kjo video që kam xhiruar nuk i kam vendosur akoma, që të ngjaj pak më bukur, por do ta shihni në videon tjetër. Okej, po ju lë të shijoni, pamjen.